në Kalabri. E përfshirë si një ndër pakicat gjuhësore në Itali, gjuha arbëreshe ndodhet në kërcënim të vazhdueshëm. Drejtuesja e Qendrës së Studimeve për Arbëreshët, Diana Kastrati, bëri me dije diçka të tillë në kuvendin e tretë të studimeve arbëreshe. Ekziston ligji për 11 pakicat e tjera gjuhësore historike që ndodhen në Itali. Ky ligj funksionon më së miri, për arbëreshët nuk funksionon dhe ka shumë arsye. Kastrati vëren se qendra e ka evidentuar këtë problem dhe po punon për të ndikuar në politikat lokale dhe kombëtare italiane. Këtë e kemi bërë, do të vijojmë ta bëjmë, që të mund të ndikojmë edhe deri aty në lobime politike. Puna për diçka të tillë, sipas Kastratit, ka filluar 2 vjet më parë, ndërkohë që synohet edhe përfshirja e letërsisë dhe kulturës arbëreshe në kurrikulat e shkollave shqiptare, gjë që aktualisht mungon pothuajse plotësisht. Ndërkohë, në 21 shtator, RAI ka filluar për herë të parë një program shqip për arbëreshët në rajonin e Kalabrisë. Sipas Maria Antioneta Rimoli, themeluese dhe drejtuese e grupit folklorik Arbëria, mënyra se si arbërishtja është ruajtur më së shumti deri tani ka qenë përmes këngës. Pata gjithmonë këtë mendim se me këngat mbahet e ruahet gjuha, sepse më ndik gjuha nuk ishte shkruar, nuk shkruhej, nuk dëgjohej, sa vetëm këndohej. Nga ana e saj, Kastrati thekson se Shqipëria nuk e njeh sa duhet realitetin arbëresh. Arbëreshët nuk janë një relike muzeale. Ato janë realiteti gjallë dhe shumë formsh. Është një trashëgimi kulturore, në sensin antropologjik kulturore, e cila përbën dhe ADN-n kulturore të kombit shqiptar. Aktiviteti u parapri nga një ekspozit me dokumente mbi arbëreshët nga Arkivi i Shtetit, ndërsa në përfundim pati një koncert nga grupi folklorik Arbëria. Ndër vite, kanë qenë të shumta figurat e njohura të kulturës shqiptare, si Adze Valentini, Ernest Koliqi, Eqrem Çabej, Aleksandër Xhuvani, Ata Anton Arapi e të tjerë, të cilët me studimet e tyre kanë dhënë kontributin për gjuhën dhe kulturën arbëreshe.